Përshëndetje. Nëse mendoni se pushteti është vetëm në kuvend, në kryeministri apo në ndonjë zyrë me perde të rënda, edhe me një tavolinë druri të lustruar, gaboheni. Pushteti më i fortë në këtë vend ushtrohet në kuzhinë. Midis një tenxhere që zjen edhe një luge druri që ri gati në çdo çast. Aty ku aroma e qefëve të skuqura përzihen me urdhra të ditës. Ky është parlamenti vërtet i kombit ton. Dhe në krye të tij gjithmonë rri nëna spartane. Ajo nuk është një grua e zakonshme. Jo. Ajo është një stratege ushtarake me përvojë që ka thyer çdo cep të shtëpisë në një territor të rregullt dhe e mban atë me ligj ushtarak. Nuk ka nevojë për uniformë, mjafton vetullat të lëvizin kur dikush guxon të pyes pse. Nëna spartane nuk komandon vetëm çfarë gatuhet apo si palosen rrobat. Ajo vendos për gjithçka. Ku shkohet, kush vjen për vizitë, sa lek shpenzohen, dhe në raste ekstreme edhe për mënyra si duhet të ndihen të tjerët. E thën kjo sigurisht për të mirën e familjes. Origjina psikologjike e nënave spartane. Askush nuk lind spartane. Bëhet me kalimin e viteve si një mekanizëm mbijetese. Shumë prej këtyre kanë kaluar fëmijëri ku ndiheshin të padukshme, pa zë, pa kontroll. Dhe tani përmes fshesës dhe orarit familjar, kompensojnë gjithçka që dikur se patën. Për disa, pushteti mbi shtëpinë është identiteti i tyre. Pa këtë rol, nuk din askush se cilat janë. Nëse nuk kontrollojnë, ndihen bosh. Për të tjerat, është thjesht frika nga kaosi, ideja se nëse nuk marrin vetë timonin, anija familjare do të përplasin me ndonjë shkëm. Dhe kështu më mirë në diktaturën e qëndrueshme se në një demokraci me rrëmuj. Në kokën e saj, pa të, nuk lëvizin as akrepat e orës smurit. Dhe ndoshta se ka krejtësisht gabim. Burri i saj, komandant pa komand. Burri i një nëne spartane shpesh është një nga stemat që varen në mur, simbol i autoritetit, por pa funksion praktik. Ai mund ta sjellë rrogën, mund të ndez televizorin, por fjalët e fundit i ka ajo. Dhe nëse haron këtë, do ja kujtoj me një mos fillo tani, mos se nis me ato teoritë tua. Këta burra duken të qetë. Në fakt janë thjesht të dorëzuar. E din që çdo debat mbaron aty me një se di pse lodhesh. Unë e di më mirë. Kështu që më mirë hesht. Më pak lodhje, më shumë paqe. Por kjo paqe është ajo e fshatit pas luftës. Gjithçka duket e qetë, por terreni është plot me mina emocionale. Pasojat e fëmijët. Fëmijët e nënave spartane rriten në një regjim të qartë. Nuk kanë nevojë për orë, sepse orarin e ka mamaja në kokë. Të bindurit rriten si robot të sjellshëm, të respektueshëm, të saktë, por pa një zë personal. Kur del përballë jetës, s'din si të vendosin, se çdo vendim deri dje e ka marrë dikush tjetër për ta. Rebelët përkundrazi shpërthejnë. Sa më shumë rregulla, aq më shumë arratisje, lidhje të fshehta, tatuazhe që ajo s'do t'i pëlqente, largim nga shtëpia që në moshën 18 vjeç sa po të vijë ajo ditë. Të përmbysurit emocionalisht janë shumica, e duan nënën, e admirojnë, por ndihen të zënë në një grack. E shohin si mbrojtje dhe si burim stresi në të njëjtën kohë. Dhe ky kontrast i shpesh i ndjek ata gjithë jetën. Nëna spartane është një figurë që e njeh çdo shqiptar. E njeh duke komanduar edhe kur s'ka nevojë. Mbyll e dritën, mos e harxho korrentin sepse është ditë akoma. Ktu flas shumë. Demokrat bëu atje jashtë. Kjo vajzë nuk di ku ka çarapet e saj. A korba on, si do gjesh burr ti nesër. Qeshim, por qeshja shpesh është mburja jonë, sepse pas kësaj ironie fshihet një realitet i rënd. Një familje ku dashuria ngatërrohet me disiplinën dhe afërsia me kontrollin.
në anën tjetër të medaljes. Të jemi të drejtë. Nëna spartane nuk është përbindësh. Shpesh është njeriu që ka mbajtur shtëpinë në këmbë kur të tjerët janë dorëzuar. Ajo siguron rend, stabilitet e bën jetën funksionale. Dhe për ta thënë troç, shumë burra e fëmijë kanë mbijetuar fal nënave të tilla. Por dashuria që shndrohet në kontroll nuk është më dashuri. Është një formë e butë diktature me aromë gjelle. Në planin fatgjat, këto familje krijojnë një trashëgimi që përsëritet. Fëmijët që s'din të vendosin, burra që humbasin rolin e tyre, gra të raskapitura që ndihen si të vetmet që e mbajnë botën mbi supe. Në fund, ajo fiton betejën e kontrollit, por mbet diçka shumë më thelbësore, ngrohtësinë njerëzore. Si thyet ky rreth vicioz. Vetdia është fillimi. Nëna duhet të kuptoj se të lëshosh kontrollin nuk do të thotë ta humbasësh respektin. Burri duhet të rikthehet në rol aktiv, jo si spektator që pret leje për të ekzekutuar. Fëmijët duhet të lejohen të gabojnë, përndryshe nuk mësojnë kur të jenë njerëz. Dhe mbi të gjitha, më pak urdhra, më shumë biseda. E në fund të fundit, nëna spartane është ai monumenti i kulturës sonë. Ne e admirojmë, e tallim, e përmendim me humor, por nuk dim të jetojmë pa të. Pa të shtëpia duket bosh, me të duket si repartu shtarak. Kështu që pyetja nuk është nëse duhet ta arrëzojmë apo ta adhurojmë, por si ta bëjmë të kthehet në njeri, jo në komandante, sepse dashuria nuk matet me sa shumë kontrollon, por me sa shumë hapësirë i jep tjetrit të marrë frymë. Dhe ndoshta mesazhi më i ndershëm për çdo nënë spartane është ky: ti je shtylla e shtëpisë, por një shtëpi me një shtyllë të vetme një ditë rrëzohet. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse ju pëlqeu, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të tjera her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.